Еден од организаторите на студентскиот протест, Мевљан Адеми, во емисијата Клик Плюс, го повтори ставот за целосна примена на Законот за употреба на јазиците. Според него, барањата на студентите треба да се темелат на актуелниот закон и нема потреба од комисии или нови посебни процедури за албанскиот јазик. Me këtë rast do kisha thirrur që të zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës, ashtu siç është, dhe çdo largesë prej asaj, çdo ligjëri që nuk është në harmonizim me këtë ligj, po na dërgon neve pas. E tash ne kemi 10 provime për studentët që janë në gjuhën maqedone. E këta 10 nuk do bëjmë ne, nuk do meritojmë ne tani 10 komisione të reja e 10 ligje të reja. Për këtë arsye, po të bëhet një zgjidhje, është të bazohen te ligji për përdorimin e gjuhës. Po, çfarë në qoftë? Në çdo kërkesën tonë, të cilët ne do i dorëzojmë, le të bazohen në ligjin për përdorimin e gjuhës. Në ligjin për përdorimin e gjuhës son anëtare. Студентот Члири Мисени изјави дека по првиот протест се соочиле и со други проблеми, со што нивната кауза дополнително се проширила. Në protestën e parë ishte që ne jemi arsimuar në Shqip dhe ne duam të nështrohemi provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Por tani është zgjeruar çështja. Është zgjeruar kauza me aq kohë sa kishim nga protesta e parë deri tani. Hasum në probleme të ndryshme që na zgjeruan këtë kauzë dhe sot ne në protestën e dytë dolëm me atë qëllim dhe me atë synim që kërkesa jonë kryesore ishte zbatimi i plot i gjuhës shqipe. За студентката Хава Насуфи, поддршката што ја добиле студентите од нивните колеги јавни личности од земјава, но и од Албанија, Косово и диаспората, им дала сила да продолжат со нивната кауза, се до целосно исполнување на барањата. Në fakt, mund të them që jemi më shumë se të kënaqur, sepse mbështetja ka qenë jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos për këtë protestë kemi pasur një mbështetje që të lë pa fjalë, jo vetëm nga studentët, por edhe nga njerëz të njohur, edhe nga njerëz, domethënë nga shoqëria e Maqedonisë së Veriut, e Shqipërisë, Kosovës dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, dhe ne i falenderojmë të gjithë, në emër të gjithë studentëve i falenderojmë të gjithë për mbështetjen, sepse me të vërtetë që na ka dhënë më shumë, domethënë më shumë fuqi që të vazhdojmë përpara dhe ta çojmë këtë mision tonin deri në fund dhe mos dorëzohemi. Студентите изразија оптимизам дека овој проблем ќе добие решение, најавувајќи дека ќе продолжат да го креваат својот глас и за нивните колеги од другите насоки, се додека албанскиот јазик не биде почитуван во сите институции во државата.